Basketbolli në Shqipëri ka ekzistuar, do ekzistojë. Fëmijët kur fillojnë janë të gjithë për pjesën e shëndetit fizik. Sporti natyrisht është shumë i bukur. Kulmi i karrierës time është fitoria e kampionatit, kur unë luaja me 17 nëndorin, kështu quhet Tirana e sotme. Basketbolli është një lojë kolektive, në grup, na mëson radhë parë njerë që të kemi një karakter shumë të fortë. Moda, kur ke një trup të bukur, bëhet e bukur. Ilir, përshëndetje, mirë se erdhe në Bordeaux. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si përshkruani basketbollin në Shqipëri? Basketbolli në Shqipëri ka ekzistuar, do ekzistojë dhe e shoh një sport me shumë prioritet që fal edhe projekteve të Bashkisë së Tiranës ka marrë një masivizim edhe një zhvillim shumë të madh ke grup moshat nga 6 vjeç deri në 16 vjeç. Pra, funksionimi të gjithë palestrave të shkollave na ka dhënë këtë interes të madh nga prindrit për të sjellë fëmijët e vet pranë sport basketboll. Ju aktualisht trajnoni një skuadër? Unë aktualisht drejtoj një shoqatë basketbolli, si të gjithë shoqatat e tjera. Shoqata ime quhet Elite Basket dhe neve kemi grup moshat nga 6 deri në 16 vjeç. Mundohemi të në radhë të parë të merremi me pjesën e edukimit fizik të fëmijëve, por dhe të pjesës profesionale që është basketbolli, që unë vetë kam qenë basketbollist. Si shihni ecurinë e këtij sporti në Shqipëri? Ecuria e sportit basketbollit në Shqipëri është një ecuri relativisht e mirë, për sa i përket edhe, si me thonë, pozitës tonë ku ne jemi në Ballkan, dhe natyrisht kemi edhe fqinj që kanë nivele shumë të larta, por dhe të gjithë trajnerët e më përparshëm që na kanë trajnuar ne, po edhe këto të sotshmit që janë, të gjithë punojnë edhe përpiqen. Dhe shoh që neve po i bashkangjitemi avash përveç se Ballkanit, po edhe Europës, sepse në ekipet tona të basketbollit të rriturve, tashmë janë pjesëmarrës edhe shumë lojtarë amerikanë. Gjithashtu ka edhe trajner që vinë nga Greqia, nga Kroacia, nga Malizi, dhe kjo tregon një interes dhe një zhvillim shumë të madh për vendin tonë në aspektin e sportit basketboll. A shihni që ka mungesa për të zhvilluar më tej ky sport këtu? Unë thash, prioriteti më i madh që është dhënë sportit ka qenë projekti i Bashkisë, që ka hapur dyert e gjithë palestrave të shkollave, dhe aty neve po ndërtojmë punën tonë me grup moshat e vogla. Ka pengesa për momentin, sepse unë mendoj që mund të ketë, ose mund të kishte edhe më herët një pallat sporti ku t'ishte më i madh, ku t'kishte ambiente pak më të mira, ku basketbolli, siç po interesohemi, t'jetë në nivele më të larta, dhe ku të gjithë shkojmë të ndjekim një ndeshje në kushte shumë të favorshme dhe shumë të mira. Kjo besoj do jetë një fjalë ajo që duhet t'i themi që ta bëjmë këtë sport akoma më elitar. A ka në Shqipëri emra premtues? A ka disa basketbollistë që e shohin të ardhmen e tyre në këtë lloj sporti? Gjithmonë mendoj që po të punojnë trajnerët e moshave, po të punojnë trajnerët e trive dhe po të punojnë trajnerët e triturve, po të kemi trajnerë dhe të huaj, po të kemi lojtarë, siç tham, dhe amerikanë, gjithmonë do ketë emra dhe do ketë konkurrencë. Unë mund përmend ke ekipet e triturve lojtarë me shumë potencial,
që është Julian Amati dhe është edhe një nga kapiteni i Kombëtares. Kemi Eldi Hysën, lojtar të tjerë, Marvi Plodani, që janë megjithënë lojtarë premtues dhe që japin tonin basketbollit shqiptar. Cila është ajo grup mosha që e frekuenton më shumë basketbollin, që janë më shumë të interesuar për të hyrë në këtë sport? Natyrisht që grup mosha ose si më thon fillesa e sportit është gjithmonë grup mosha 6 vjeç. Dhe kjo është një grup moshë që vjen për të luajtur sport, për të argëtuar dhe është një pjesë shumë masive, sepse duhet të dimë që basketbolli sa më shumë gjithë shkallët e moshës ose shkallët e ekipeve, aq më shumë fillojnë dhe seleksionimet. Pra, masivizimi është ke mosha 6 deri në 12 vjeç. Aty pastaj fillojnë dhe ndahen interesat e prindërve, interesat e fëmijëve, e pëlqejnë se pëlqejnë. Pra kjo është një moshë që ka shumë interes dhe ka shumë masivizim. Çfarë kushtesh duhet të plotësojë një fëmijë? Çfarë kriteresh duhet të ketë që ai të bëhet pjesë e një skuadre basketbolli? Siç e thash dhe para, në radhë parë fëmijët kur fillojnë janë të gjithë për pjesën e shëndetit fizik. Më pas, këto fëmijë fillojnë e rriten me sportin e basketbollit dhe fillojnë gradualisht spikasin si nga ana fizike, po edhe nga ana e të dashurit sportin. Dhe këtu fillon ajo pjesa që trajneri fillon shikon me një sy tjetër lojtarin, natyrisht që është edhe pjesa e genetikës, sepse unë kam në ekipin tim 3-4 fëmijë, vajza dhe djem, që vinë nga prindër sportist, basketbolist. Pra ato kanë një anë genetike shumë të mirë për sa i përket shtatlartësisë. Pastaj me pjesën tjetër teknike, taktike, profesionale i duhet trajnerit të punoj fort. A mjafton vetëm talenti që një basketbollist ketë ardhme? Mendoj që talenti është një pjesë shumë e rëndësishme e një fëmije, sepse gjithmonë në një garë sportive neve shpesh e përmendim edhe fjalën ky është talent. Pra ne të gjithë si njerëz jemi njësoj. Por ka një diçka më ndryshe, një djalë nga një tjetër, një vajzë nga një tjetër. Pra kjo është ajo fillesa që quhet talenti. Pastaj pjesa e punës është shumë e madhe. Nuk ndalon në vite. Po vajzat sa të prirura janë drejt këtij sporti? Shoh që ka shumë prirje nga vajzat, ka shumë interes nga vajzat, ka shumë interes nga prindrit dhe mendoj që vajzat janë shumë konkurruese, janë shumë të forta, shumë inteligjente dhe shpeshherë unë nuk i dalloj, sidomos gjej në moshën 14 vjeç, shikoj një garë dhe një përballje shumë të fortë, fizike, teknike, mendore, inteligjencë. Pra besoj shumë ke vajzat. Fëmijët që ushtrojnë këtë sport këtu në Shqipëri, e shohin vazhdimsinë e tyre jashtë kufive? Sporti natyrisht është shumë i bukur dhe kur flasim për punë të mirë, kur flasim për një genetik të mirë dhe një dëshirë të madhe për atë sport, unë shikoj që ka interes sepse Europa është e hapur dhe mirë pret dhe nga vendet të tjera. Dhe ka disa djem që janë stërvitur shumë mirë nga ekipi i Dinamos, nga ekipi i Tiranës, nga një shoqat tjetër që është Superior Basket, që megjithmonë kanë qenë shumë të mirë këtu dhe me iniciativat personale të prindërve të tyre, me një klinik në Itali, me një klinik në Spanjë, ata fëmijë kanë ngelur atje dhe janë dhe sot e kësaj dite stërviten atje. Cili ka qenë momenti që je ndjer më shumë krenar për skuadrën? Unë në fakt kam pasur
një grup shumë të mirë djemsh që i ka marrë në moshën 7 vjeçare dhe ata nuk e di po spikasne. Dhe një trajner i mirë arrin të kuptoj të paktën 95% se ku do shkoj me këta djem. Dhe me gjithmonë që nuk gabova. Këta djem i pash me prioritet dhe më pa me prioritet. Dhe unë në disa konkurime me ata kam qenë gjithmonë fitimtar, kam marrë shumë kupa dhe i kam ato kupa dhe i shoh me krenari, por krenaria më e madhe ka qenë kur kampionati i para 3 viteve të 2023-shit zhvilloi një kampionat për herë të dytë Junior NBA, një patent amerikane, që është kampionati NBA, shumë i dëgjuar i basketbollit amerikan. Dhe neve atje arritëm që të fitonim të gjitha ndeshjet, gjeri në finale dhe të fitonim edhe kampionatin. Dhe u shpallëm kampion, ky ishte një gëzim shumë i madh me ekipe. Po një moment që mund t'jeni ndjerë pak i zhgënjur. Momente të bukura janë shumë, por natyrisht neve duhet jemi gjithmonë realist që në një lojë ka 2 rezultate, ka edhe fitim, ka edhe humbje. Dhe ka edhe shkënjime, ka edhe pritshmëri, por që ashtu ndodh, nuk mund ta shmangim dot. Pra, unë futem në një finale dhe zhgënjehem nga ajo ngërçi që ekipin tim e ka kapur dhe unë e di se kush janë ata, por ata vetë nuk e zgjidhin dot atë situatë. Dhe kështu që kam djeltësi i zhgënjur. A hasni vështirësi me komunikimin e kësaj grup moshe, duke qenë se është dhe një grup moshë delikate para adoleshente? Të thënë drejtën, shpesh herë edhe jam mërzitur, edhe kam hasur vështirësi, sidomos ke 16 vjeçarët, sa ata janë më delikat, jetojnë në një tjetër situatë, qasja pranë gjërave elektronike i ka bërë pak më të ftohtë në aspektin e komunikimit, pra ata miratojnë, po miratojnë në mënyrën e vetë. Nuk miratojnë në mënyrën si që kam pas miratuar unë. Në qoftë se unë do të i lëshoj mesazh në grup dhe do t'i them që sot ne kemi një ndeshje, do veshim këto uniforma, unë mund të mos pres asnjë okay nga ata. Por ata me veten e tyre e kanë marrë mesazhin dhe kujtojnë se ma kanë dhënë edhe mua mesazhin. Pra, ata vinë të gjithë me atë që unë i kam thënë. Por unë dua që të kem dhe një okay, sepse gjithmonë kam frikë. Po që gjithmonë duhet jemi realist që edhe unë kam pas kohën time, kam pas adoleshencën time, kam pas atë mënyrën time të jetuarit dhe të përgjigjurit si prindërve, si mësuesve, si atyre, dhe kam gjetur mirë kuptim. Dhe unë i kam dhënë shumë mirë kuptim. Si është rutina e këtyre fëmijëve? Sa shpesh stërviten? Sa impenjativ është ky sport? Rutina e këtyre fëmijëve është një rutinë e palodhshme, shumë e dëshirueshme dhe po të kenë mundësi të luajnë pafund sepse energjit i kanë. Por aspekti i të trajnuarit në një ekip ndryshon në aspektin e të luajturit ti për qefin tënë. Pra, në qoftë se neve do flasim për një stërvitje të rregullt, neve bëjmë 4 herë në javë stërvitje me 16 vjeçarët nga 1 orë e gjys. Dhe një ditë në javë të shtunën ose dielën kemi ndeshje. Pra, 5 ditë e javës ne i kemi të mbushur me aktivitet sportiv. Këtë veçdit ndryshon pak formula dhe ata stërviten 3 herë në javë, pra 12 ose 14 seanca, me një kohë zgjatje prej 1 ore stërvitore. Nisur nga eksperienca juaj, çfarë cilësish ka një sportist i mirë? Cilësia, mendoj kryesore, është cilësia fizike. Pra, në qoftë se ti do qasesh ke sporti, për të luajtur sport,
duhet të jesh fizikisht i fortë dhe dallon nga një tjetër fëmijë sepse e shef që konstrukti trupor është tjetër gjë. Pra, unë mendoj që fizikisht duhet që t'jeti fort, duhet t'jetë shumë i fort. Cilin konsideroni si kulmin e karrierës tuaj? Kulmi i karrierës time është prap fitoria e kampionatit, kur unë luaja me 17 nëndorin, kështu quhet Tirana e sotme. Ishim një grup shumë i mirë djemsh, drejtoheshim nga trajner shumë të mirë, trajneri jonë që ne u shpallën fitues ishte Roland Avrami, dhe aty neve si për të parë këtë pjesën e këtyre të rinjve që unë dola si trajner kampion, më kujtohet që ishim po aq të ri sa këta, po aq të fortë, po aq energjik, nuk ishim kushte stërvitore kaq të mira sa këta, por ishim një grup shumë i mirë djemsh dhe mendoj që ai ka qenë një gëzim i madh për mua dhe një pjesë e mbetur në historinë time si kampion i Shqipërisë në një finale shumë të fortë kundra klubit Partizanit, edhe ata ishin moshatarët tanë, shokët tanë, luanin shumë fort, por fati na buzëqeshin ne sepse luanin më fort se ata. A keni një lojtar që e keni pasur idhull për juve? Kush ka qenë basketbollisti më i mirë? Po, në basketbollin shqiptar, në ato kohë ku ne i kemi jetuar dhe ishim të rinj dhe shikonim më të rriturit, unë mund përmend ka qenë Gazmen Çaçi, një lojtar shumë i mirë, që megjithëse radhitet në lojtarët më të mirë në historikun e basketbollit të Shqipërisë, dhe ka dhe emra të tjerë që... Si motivoni lojtarët pas një humbjeje? Aq më tepër që janë edhe fëmijë. Si i përgatisni? Loja e basketbollit natyrisht ka disa faza për përgatitje, por midis fazave fizike dhe teknike dhe taktike, do patjetër dhe një komunikim shumë të mirë. Edhe komunikimi me këto mosha ose me këta sportist duhet të jetë gjithmonë motivues, jo fyes, dhe të mundohesh të hysh në atë që ata nuk po e zgjidhin dot. Pra duhet të jesh një trajner shumë i zotit mendërisht, që në momente të caktuara të marrësh disa vendime që megjithëse janë të domosdoshme për ata fëmijë. Ai mund mos ta pranoj një ndrim gjatë ndeshjes, por ai nuk e kupton ku e ke ti qëllimin. Kur ai ulet në stol, unë patjetër që duhet t'i shkoj, të shikoj mërzitinë e atij, të psikologjisë atë protest ose atë reagim që ai bën në fytyrë, dhe t'ja shpjegoj, t'i them, ti duhet patjetër të pushosh 2 minuta, sepse ti je i lodhur, ti nuk merr dot vendime. Dhe ai patjetër që më mirë kupton dhe më ka ndodhur shpesh herë që kemi pas shumë mirë kuptime me fjalë për këto ndimesa që bëhen nëpërmjet komunikimit. Çfarë i mëson basketbolli lojtarëve për jashtë fushës? Basketbolli është një lojë kolektive në grup, dhe kur ka lojra në grup, gjithmonë duhet të jesh pjesë e grupit. Pra, nëse neve do themi që basketbolli çfarë na mëson radh parë një herë që të kemi një karakter shumë të fortë për situatat e ndryshme që sjell loja. Nuk duhet të dorëzohemi në asnjë moment kur ekipi kundërshtar të kalon me rezultat dhe të jep një ndjesi të mirë kur ti punon në grup. Pra ti ke dhënë një pasim të bukur dhe shoku jot e ka marrë dhe e ka shpërblyer atë pasim. Dhe ti përveç lojës bukur kur mbaron, je i gëzuar me shokun, por je edhe në një bashkëveprim social. Pra ti mbas atë nuk e ke shok, por aty
ti ke një pjesë sociale shumë të afërt, shumë të mirë, komunikoni bashkë, rinë bashkë, udhëtime që kemi në për rrethet ndryshme të Shqipërisë ose në për turne që bëjmë jashtë shtetit, unë shoh me kënaqësi të madhe se si ato komunikojnë, se si shoqërohen dhe shumë prindër që i afrojnë ke sporti, i afrojnë radhë parë për të qenë grup, por radhë të dytë dhe për të bërë social. Kjo është. Vetë një trajner basketbolli çfarë kujdesi tregon për veten? Cila është rutina e tij për fizikun e tij, për të qenë gjithmonë në formë, me modën, çfarë raporti keni? Trajneri i basketbollit, unë mendoj që duhet radhë parë të ketë një staturë trupore shumë paraqitshme përpara të gjithë grupit fëmijëve. Sepse një staturë fizike e mirë shikohet me një sy tjetër nga lojtarë. Pra në qoftë se unë kam ruajtur staturën time fizike, gjithmonë kam pas fatin e madh që të gjithë trajnerët që kam kaluar kanë qenë me një performancë fizike shumë të mirë dhe shpesh herë duke kaluar kohë dhe vitet dhe kur i takoj i them profesor, je shumë mirë, si ka mundësi, si e mban trupin. Dhe gjithë kjo gjë ka qenë shtys për mua që unë nga momenti që mu ta kem lënë sportin si lojtar, unë për ditë trajnohem vetë. Të shtunë të diel marë përsipër të bëj 10 km vrap ke liçeni, ka marrë pjesë në maratonën e Tiranës dhe punoj në shtëpi me ato vegla që unë kam mundësi të punoj. Dhe natyrisht pjesa e ushqimit është goxha e kontrolluar dhe e rezervuar. Të gjitha këto sjellin performancën trupore, sjellin atë qasjen përpara fëmijëve dhe natyrisht nëse ju e lidhët dhe me modën, moda kur ke një trup të bukur, bëhet e bukur. Pra në qoftë se ti do veshësh një këmish, një patallon, një këpucë, një atlete, natyrisht që do kesh një indicje nga diçka që kafja shkon me bezhën, jeshilja shkon me të bardhën, ose një blu e bukur, por të gjitha këto duhet që të kenë një harmoni me trupin. Edhe besoj që e kam arrit e gëzoj mirë edhe shëndetin dhe trupin, edhe ndjekim pak pjesën e modës. Lircan Hasej, faleminderit që u bët pjesë e revistës për ta. Faleminderit Bordos për këtë ftesë dhe ju uroj sa më shumë shitje dhe suksese.